ndaj opinionit, është vetëm një rrugë që kanë ndjekur zoti Rama. Dhe sa për djeniu e shikoni, zoti Rama është në një hall të madh, sepse në për asamblenë e Partisë Socialiste, bile ka pretenduar që nuk e kanë bërë amerikanët spagun, e ka bërë Partia Socialiste, dhe ka bërë posaçërisht për të luftuar korrupsion dhe posaçërisht për të luftuar zyrtarët e lartë. Sot thotë që ky SPAK që unë e bëra për këtë punë, nuk ka të drejtë të kryej pikërisht të punë që ka bërë. Është një estradë e tërë, një estradë që e shikon edhe e vuan i popullit tërë, dhe e gjithë kjo bëhet për të mbrojtur krimin dhe korrupsionin qeveritar, po tashmë jo vetëm në nivel ideologjik, politik edhe mediatik, por tashmë ai ka guximin të trokas në dyert e gjykatave dhe në presionin politik të kërkojë as më shumë dhe as më pak rikthimin e krimit dhe korrupsionit në qeveri. Ndonse ajo qeveri bë vite që lundron në korrupsion, ju shikoni hiqeni zonjën Balluku, po shikoni rekordet që kjo forcë politike ka sot në lidhje me proceset penale dhe me marrjen pandehur, që ato janë vjedhje dhe shpërdorime të cilat edhe një student i juridikut i kupton se që janë, sepse janë shumë trash, mirë po prap propaganda e zotit Rama thot që shikoni, thot marrin dhe këtej nga ne. Në fakt, e vërteta është që nga ana, sepse e para punës njëherë, që është e para 15 vjetëve që i mban në xhep Rama si ishte janari, dhe ka 13 vjetë që qeveria vjedh fondet, bën investitor strategjik, nuk i prek askush, jo po generator lundrus, shtë të them se janë shumë, nuk është, pra çdo aferë e bërë sidomos 4-5 vitet e fundit, nuk është më vepër investuese, ato janë të gjitha vëndjarje të një korrupsioni i cili tash po kërcet fort, edhe është një dy luftim të madh, sepse ky po e çon drejt gjykatave. Unë mendoj që gjykatësit e kanë tepër të thjeshtë të japin përgjigje Ramës dhe kujdo që mendon si Rama, sot apo nesër, nuk ka lidhje kjo me një pushtet caktuar, por këto kërkesa që bën ekzekutivi dhe thot që pushteti gjyqësor i ka ndërhyrë pushtetit ekzekutivit, qeverisë. Shikoni, nëse nuk e bën që kërkoja me SPAK-un, pyeteni Ramën nëse do të keni mundësi, cili është organi që mendon ai se i kryen këto veprime? Kush mund ta kryejë këtë veprim? Kush mund të hetojë çështjet? Po kur shikon që aty janë miliona euro, kush do t'i marrë masat e sigurimit apo të ndalimit, masat ndaluese, sepse kjo është një marrëzi e vërtet. Dhe për më tepër që zoti Rama vakumin që ka në kokën e tij, se ky e kishte zgjidhur, por duket nga presioni i zëvendëses tij, sepse ata janë si ata vëllezërit siamez në drejtim të këtyre veprimtarive, si duket i shkërkuar me forcë kjo punë, sepse njëra thash, njëra ishte dorëheqja dhe zgjidhej komplet lehtësisht kjo punë. Ose e dyta ishte shkarkimi që t'i bënte kryeministri. Por dhe e treta po marrim në ekstrem, ta linte të pezulluar, të ndiqte rrugën e ankimit dhe ky të emëronte një zëvendës kryeministër tjetër. Dhe kështu që se ligji ka të zgjidhura këto punë, vetëm në kokën e kryeministrit ton, po t'i iki një bashkëpunëtor i ngushtë i tij, rën ka shteti. Këtë e bën, shiko, ky është aktrim. Aktrim që ai bën me qeverinë e Shqipërisë, me institucionet e Shqipërisë, është një aktrim që luhet në kurrizin e një populli të tërë për interesa pastërtisht personale edhe pasurore. E qartë. Mirë, zoti Gjokutaj, unë falenderoj për gjithë shtjellimin e situatës. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Shikos të nderuar, ishim me avokatin Genz Gjokutaj, qëndroni me Syri Televizion bashkë